Zoti Gjoni, edhe për mu nuk do kishte asnjë pikë problemi që ju të thonit ato molotovët hidhen nga qytetarë në mbështetje të PD-s, edhe hedhin me gjithë dëshirën e tyre kundër këtij pushteti dhe kundër godinave të këtij pushteti, që u shëmbën rrugët edhe s'mbajnë asnjë lloj përgjegjësie. Pra mund ta thonit pa problem. Nuk ka nevojë të thuhet jo po ishin të infiltruar etj. Janë qytetarë, militantë, mbështetës të PD-s që hedhin me bindjen e tyre edhe ato molotovët. Dhe është pa aftësi e policisë dhe prokurisë për t'i zbuluar ata dhe për t'i quar, se nuk besoj se ka gjykatë që po del në favor të PD-s. Po është gjykatë e cila s'ka provat për t'i arrestuar ata persona. Por pjesa që po më interesonte më tepër është, unë isha ditën e protestës për të parë se si shkonte protesta, dhe gjëra që më bëri përshtypje ishte që në momentin që po hidhej gazi i lotësjellës në drejt selisë PD-s, makinat e policisë ishin përpara selisë PD-s, nga brenda selisë unë pash gjithë 10 deputet PD-s. 40 të tjerët ishin zhdukur, kishin shku në shtëpi dhe ndoshta edhe postonin një foto nga Facebooku, por nuk ishin aktiv. Pra njerëzit kryesorë që duhet të ishin protesti, duhet dukeshin protesti, duhet ishin mbështetjet atyre qytetarëve në protest, kishin ikur. 10 veta kishin ngelur në selinë e PD-s. Ky është problemi. Sa janë aktiv deputetët parët, ata deputetët që marrin rrogën, dakor, që shijojnë gjithë komoditetin dhe luksin e të qenurit deputet, dhe kërkojnë këta militantët që të vinë dhe të hedhin molotovët ndaj qeverisë, që prapë këta deputet të kenë benefitet e tyre. Kjo është ajo që duhet ndodhi PD-n, sepse kam përshtypjen që ekziston ende shkëputja mes një trupe të madhe deputetësh edhe militantëve të partisë. Për sa i përket pyetjes së parë dhe konstatimit që me drejt juve zoti Telaj bët në lidhje me këtë, unë nuk thash që nuk janë të gjithë personat për cilët pretendohet nuk janë deputet të Partisë Demokratike, simpatizantë apo antar të Partisë Demokratike që kanë hedhur molotov. Por mes tyre ka edhe njerëz të infiltruar. Padyshim që Partia Demokratike ka defektet e veta dhe unë e pranoj, por nuk është e vërtet ndoshta për shkak edhe të kamrave, sepse ju e dini shumë mirë që në kushtet e një agresioni të tillë, që të përdoret Ramazani, të përdoret xhamia, të përdoret pjesa e xhirimit të pjesës muslimane dhe të goditet nga xhamia qendrore e Tiranës, të goditet selia e një Partie Demokratike, ku janë të mbledhur militantët dhe deputetët e Partisë Demokratike, kjo është e papranueshme dhe është kriminale. Këtë duhet të vëmë pikat mbi i dhe çdo njeri që sot është në Shqipëri duhet të distancohet nga kjo mënyrë sjellje e policisë. Nga krau tjetër, unë do të them që edhe pa provokimin e forcave të strukturave apo simpatizantëve të Partisë Demokratike, ju e keni parë që hidhen topa ujë dhe gaz lotësjellës në drejtim të protestuesve. Tani, protestuesit dhe deputetët e Partisë Demokratike nuk kanë maska antigaz të gjithë. Dhe padyshim këto janë rrethana dhe kushte të cilët janë siguruar në mënyrë private. Por që të qëndrosh mes një kazi i cili ka një shkallë të lartë të rrezikshmërie për një pjesë të madhe të njerëzve, sepse po ta shihni pjesa më e madhe e njerëzve të cilët vinë sot në protestë edhe për shkak të popullimit, por edhe për shkak të largimit të rive, rezulton që janë njerëz të një moshe 40 vjetë e sipër. Njerëzit edhe mund t'i ikin. Deputetët po them duhet të qëndronin atje dhe t'i kishin gjetë edhe kontragazet, se s'është një shpenzim. Më fal, ju i keni parë se si policia sulmon gazetarët, se si policia sulmon kamrat, se si policia merr hapa të tillë në drejtim të gazetarëve dhe njerëzve të cilët janë thjesht vëzhgues dhe po monitorojnë dhe po filmojnë pjesën e protestës, dhe është pamundur që në një gaz të tillë me një intensitet kaq të madh të arrijë të qëndrohet jashtë institucioneve ose ambienteve të mbyllura, të hapura të ambienteve të Partisë Demokratike. Por ama këtu qëndron se unë nuk du t'i dal dhe të them që nuk është e vërtetë ajo që thu ti, po patjetër që ka një pjesë të deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët nuk janë në balë të protestave dhe që duhet të jenë padyshim në pararojë të çdo demonstrimi
që kanë qytetarët dhe simpatizantët e Partisë A Demokratike. duhet shkojnë deputet PD-s në mbështetje të protestuesve në Rjoll për tokat që po Padyshim, merren? unë kam qenë dhe jam Ata janë për ditë, ata bëjnë protestë për ditë atje. Po deputet PD-s atje biles, për ditë. unë zoti Tela, edhe për shkak të një kodi të marrëdhënieve midis qarqeve që ne kemi të ndara, e parë duhet shkojnë deputetet e zonës qarkut të Shkodrës. Në rast se nuk shkojnë deputetet e qarkut të Shkodrës, padyshim që të shkoj edhe unë, edhe deputet tjerë, të cilët duhet i mbështesim në çdo protestë e cila është lishme dhe e mbështetur një baza ligjore. Padyshim që ata kanë një të drejtë të tyre dhe pretendojnë në lidhje me pronat, por Partia Demokratike duhet të mbështesë çdo protestë, jo vetëm të Rjollit, jo vetëm në lidhje me qytetarët e Librazhit për shkak të dënimit të urave, jo vetëm të naftëtarëve, por edhe të minatorëve dhe çdo protestë, sado e vogël të jetë, edhe protestën me 4 veta që është në bulevard në lidhje me zotin Llapaj, padyshim që çdo protestë e cila është kundër mënyrës së qeverisjes, represionit të shtetit dhe njëkohësisht nivelit të lartë të korrupsionit për shkak të lejeve, për shkak të partneritetit strategjik, por edhe çdo protestë e cila ka të bëjë me interesin qytetar, Partia Demokratike duhet të jetë në mbështetje. Në një vend normal, ku ekzistojnë sindikatat, OJQ-t, do kishte protesta patjetër të organizuar nga sindikatat, nga OJQ-t, nga qytetarët. Po, të mbetemi te pyetja, Po, te pyetja. Tani, deri para 2 muajsh, gjithë pyetjet drejtuar opozitës ishte çfarë do bëni, kur do nisi protesta, pse s'bëni protesta. E gjetën fabulën për protesta. Pra gjetën kazusin e zonjës Balluku dhe Takshit. Dhe ky ishte një argument për të bërë protesta. Dhe mund të kishin bërë vetëm një protestë dhe të bënin tjetër mbas një 6 muaj siç e kanë bërë historikisht. Kanë bërë 4 protestat një pas njëshme. Sigurisht që janë bërë lajm, kanë bërë fotografit, kanë prodhuar fotografit për të bërë lajm në mediat botërore. Po lajmi në mediat botërore nuk është thjesht që atje në Shqipëri po bëhet një protestë, po është pyetja se pse po bëhet kjo protestë në Shqipëri. Dhe shoqërohet me faktin se çfarë po ndodh në Shqipëri aktualisht nga maxhoranca. Kështu që një arsye dhe një mbështetje për ta bërë këtë protestë e kanë. Pyetja është se çfarë ndodh në hapin më tej. Pra, do bëjnë protestën e datës 28. Çfarë do ndodhi pra mbas 5 marsit në varësi të përgjigjes që do kemi nga komision, nga parlamenti? Si do vijojë më tej Partia Demokratike? Kjo është gjithë pyetja që ngrihet. A bërë jo e të lutem se është shumë më rëndësi kjo para se të kthejmë të zotit. Andi, është një problem kur krijohet një kësi pike kritike. Pra arsye se një pikë kritike kur shkatërrohet, atëherë ajo masa kritike që është në gjithë Shqipërinë shpërbëhet edhe ikën. Dhe nëse ajo masë kritike e krijon masën kritike në qendër, ajo jeton. Dhe unë jam i bindun se kjo masë kritike është kerejt në bërthamën të sheshit Skënderbeu. Dhe për faktin e tillë që s'ka, po themi, nxitje për gjërat të cilat ndodhin, unë besoj që këta e kanë huqur rrugën. Po ju përmendi, 1 vjet e gjys, studentat në Serbi kanë udhëheqë demonstrat kundër Vučićit. 1 vjet e gjys. Nuk ka pas asnjë molotov, ka pas vetëm marshe, mbyllje rrugësh, e tjera. Dhe ata e kanë prek pikën kritike, por pika kritike, dhe nuk u arrit suksesi, veç për një arsye. Pra arsye se në një moment heqen dorë Bashkia Ndërkombëtare në përkraje. Vete krijuan masën kritike dhe ata heqen dorë për një arsye. Se ata u bën më radikal se Vučići në çështjet të cilat ishin kapitale. Tani un kam prandaj Berisha po përdoret nga, do t'i them Xhenxhonit, Berisha përdoret për rrëfim radikal e jo të krijohet masa kritike që u gabim.